Si ndryshova jetën time, nga stresi i punës në lumturi të vërtetë. A e keni ndjerë ndonjëherë që jeta juaj po ju mbyt? Që çdo mëngjes, ndërsa hapni syt, ndjeni një peshë që nuk e dini nga vjen, unë e kam përjetuar këtë. Kur punoja si avokate, për disa vite unë kisha frikë të ngrihesha nga shtrati. Shpesh, para se të shkoja në punë, përjetoja të vjella nga stresi. Shikoja veten në pasqyrë dhe nuk më pëlqente ajo që shija. Një pjesë e imja po vdiste ngadalë, pa e kuptuar as vetë. Pjesa 1, një jetë që nuk ishte e imja, kjo jetë ishte një tjetër kohë, një tjetër univers. Më shumë se 13 vjet më parë, mbylla dyert e firmës sime të vogël ligjore dhe nuk kthehesha më. Nuk ishte lehtë. Ishte frikësuese të ndaloje diçka që kishte qenë pjesë e identitetit tuaj. Por çdo ditë që qëndroja aty, po humbisja vetveten dhe unë kuptova diçka shumë të rëndësishme. Lumturia nuk vjen nga pritjet, nga dëshirat apo vizionet e bukura. Lumturia krijohet. Pjesa 2, si e ndërtova jetën time, sot, zgjohem me energji që nuk e kam ndjerë kur më parë. Zgjohem herët, edhe pse nuk jam personi i mëngjesit, dhe për një moment, ndjej diçka që më kishte munguar për vite me radhë, pritshmërinë për ditën që më pret. Këndoj në dush, shpesh i shqetësoj adoleshentët e mi me zërin tim të lartë dhe humorin tim të papritur. Ata qeshin dhe më thonë, mami, qetësohu, por unë ndjej një gëzim që shpërthen nga brenda, kjo nuk është magji. Nuk është as manifestim. Nuk janë thjesht fjalë të bukura që i shkruan dikush në një vizion ose në një agjendë motivuese. Ky është rezultati i punës së vërtetë. I ditëve të gjata me trial e error, ku kam gabuar dhe kam rrëzuar, por gjithmonë jam ngritur përsëri. Është përkushtim i vazhdueshëm për të marrë vendime të ndërgjegjshme, duke zgjedhur atë që më shërben dhe duke lënë pas atë që më dëmton. Çdo gjë që kam ndërtuar, e kam ndërtuar duke marrë përgjegjësinë për jetën time, duke mos pritur që dikush tjetër të ndryshojë gjërat për mua. Kam filluar të them jo për detyra, zakone dhe marrëdhënie që më shkatëronin energjinë, dhe kam thënë po për gjëra që më japin kuptim dhe gëzim. Kam investuar në hobi që më bëjnë të ndihem e gjallë, kam krijuar rutinë që më forcon mendjen dhe trupin. Dhe kam rrethuar veten me njerëz që më mbështesin dhe më frymëzojnë. Çdo mëngjes është një mundësi për të zgjedhur lumturinë, energjinë dhe vetvlerësimin. Nuk ka rrugë të shpejtë. Nuk ka formule magjike. Ka vetëm përkushtim, durim dhe guxim për të ndërtuar një jetë që nuk është thjesht e mbijetuar, por e dëshmuar, e ndjerë dhe e dashur çdo ditë. Pjesa 3, fuqia e zgjedhjes, gjërat e këqija ndodhin. Jo gjithmonë janë faji yti. Ndonjëherë jeta të vendos përballë sfidash që nuk i ke zgjedhur, sisteme të komplikuara, rrethana të jashtme, vendime të tjerëve që ndikojnë drejt për drejt tek ti. Mund të ndodhë një humbje pa pritur, një mundësi e humbur, një marrëdhënie që prishet ose një situatë që të duket e padrejtë. Nuk mund t'i kontrollosh gjithmonë, dhe kjo është pjesë e realitetit, por një gjë është e sigurt, ti zgjedh se si do të reagosh. Ky është momenti ku lind fuqia reale. Ti mund të lejoj që ato rrethana të thyejnë, të përcaktojnë dhe të ngadalsojnë. Ose mund t'i përdorësh si karburant për të ndërtuar diçka më të mirë. Çdo vendim, sa i vogël qofte, ka fuqinë të ndryshojë rrjedhën e jetës tënde. Mendoj pak, një fjalë e thënë me dashuri, një hap drejt një qëllimi që ke lënë pas dore, një vendim për të ndryshuar rutinën tënde të përditshme. Të gjitha këto mund të jenë pika kthese. Edhe veprime që duken të parëndësishme mund të jenë ato që shpjen drejt ndryshimit të madh. Gjithçka fillon me një zgjedhje të vetme, të mos jesh viktime e situatës, por të marrësh kontrollin mbi përgjigjen tënde. Dhe nga kjo zgjedhje, çdo hap tjetër bëhet më i qartë, çdo vendim tjetër më i fuqishëm. Dhe çdo ditë të afron më shumë tek jeta që dëshiron të krijosh. Pjesa 4, hap pas hapi, hapni syt dhe shikoni. Lumturia nuk është një destinacion larg në horizon. Ajo nuk është një pikë që do të arrini një ditë, pas shumë përpjekjesh. Lumturia është rezultati i zgjedhjeve të vogla, të përditshme, që bëni me vetdije.
Çdo vendim që merrni, çdo veprim që ndërmerrni drejt jetës që dëshironi, grumbullohet dhe formon rrugën tuaj. Filloni me një hap të vetëm sot. Një zgjedhje të vetme që ju bën të ndiheni më të gjallë, më të lirë ose më të fortë. Nesër bëni një tjetër. Dhe pjesë, vendim pas vendimi, dita juaj fillon të duket më e plotë, më e ndritshme, më e mbushur me kuptim. Kuptoni diçka shumë të rëndësishme. Përgjegjësia nuk është barë. Asnjë ngarkesë që duhet të mbani vetëm. Përgjegjësia është çelësi që hap dyert e jetës që keni ëndërruar gjithmonë. Kur e pranoni këtë përgjegjësi, kuptoni diçka të fuqishme. Fuqia ka qenë gjithmonë brenda jush. Ju keni mundësinë të ndryshoni rrjedhën e jetës tuaj çdo ditë, mos kërkoni për sosmëri. Nuk ka rrugë të shpejtë, nuk ka formula magjike. Ka vetëm zgjedhje të ndërgjegjshme, veprime të vazhdueshme dhe guxim për të vazhduar edhe kur gjërat duken të vështira. Dhe aty, në atë proces të përditshëm, në zgjedhjet që bëni, në hapat që ndërmerrni, në vendimet që merrni për të mos u ndikuar nga frika, lind lumturia. Ajo nuk është një ndjenjë që vjen rastësisht. Ajo është jetë e zgjedhur çdo ditë dhe çdo ditë që vendosni të jetoni me vetdije, po ndërtoni një jetë që nuk është vetëm e mbijetuar, por e gjallë, e lumtur dhe e plotë. Faleminderit që na ndoqët.